Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtu pikërisht në kanalin Monitor TV. Do të flasim tani për Edi Kuçin. Edi Kuçi, natën e mbrëmshme, ishte pjesë e një live të tij në Instagram, ku në fakt ka folur pikë për pike, ka folur për Big Brotherin e tij, për lojën brenda asaj shtëpie, për marrëdhëniet e krijuara, për dashuritë në thonjza, dhe në një farë mënyre ka parë dhe reagimet, por dhe gjërat e tepruara që Edi ka bërë brenda kësaj shtëpie. Le të themi që ishte penduar, le të themi që ishte mërzitur në fakt për atë se çfarë ai kishte parë. Unë e kam thënë edhe në për të gjitha komentimet që kam bërë për Edin dhe për lojën e Edit, do të thënë janë dëshmi në TikTok, në YouTube, kudo që janë platformat e mia. Edi nuk luajti. Edi u përdor nga të tjerët. Nga kush u përdor? Edi u përdor nga Dolce, që Dolce u fuqizua në lojë, në qoftë se sot Dolce është e fuqizuar nga Edi. Do me thënë, Edi nuk arriti do ta tregon atë Edin që ne njohëm në Big Brotherin e vitit kaluar, dhe Edi ra pre e lojës së bijës. Me thënë, bija e manipuloi, bija krijoi situata, dhe më në fund, me thënë, bija doli më e fuqishme se Edi brenda asaj shtëpie. Ndërsa loja e Arditit është më se e kapshme, është lojë nervash, banorët do provokojnë njëri tjetrin për të nxjerrur edhe pika që ndoshta banorët nuk i kanë thënë. Po do me thënë, Edi e dështoi lojën e tij. Tani, dëshira e vetme e Edit dhe kërkesa e vetme në një grup të hapur në Instagramin e tij është që sa më shumë fansa të bëjnë tag në videot e Big Brother VIP Kosova që Edi të rikthehet brenda kësaj shtëpie, ose të bëjnë sa më shumë tag që Edi të rifutet në Big Brother VIP Albania, do të thënë në Shqipëri. Edhe pse fokusin e Edit në story natën e mbrëmshme nuk e pash në Big Brother VIP Albania, por e pash në Big Brother VIP Kosova, pasi hyri limi brenda asaj shtëpie dhe Edi, do të thënë, bëri një lëvizje në një mënyrë kërcënuese që unë po të isha aty brenda do kisha bërë lojën me limin. Do të thënë, kemi një mundësi tjetër që ta shohim Edin brenda kësaj shtëpie, ndoshta tashmë për herë të tretë një Edi më ndryshe, një Edi më të bindshëm në fakt në veten e tij, një Edi që do luaj lojën e tij dhe jo të ndikohet nga banorët e tjerë. Unë do ta them që sinqeriteti i Edit, vërtetësia e Edit jashtëzakonisht shumë u përdor brenda kësaj shtëpie që në fakt doli në të keqen e tij. Dua të marr mendimin tuaj, si e keni parë ju Edin.